Negociatat SBA-Iran vijojnë Islamabad, Witkoff dhe Kushner mbetën në terren pas largimit të Vance. Negociatat me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit për uljen e tensioneve në linjën e mesme raportohet se po vazhdojnë në mënyrë intensive në kryeqytetin e Pakistanit Islamabad. Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, përfshirë Al Arabia, dy zyrtar të lartë amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner kanë mbetur në Islamabad dhe po vijojnë kontakte diplomatike me palën iraniane. Bisedimet të cilët kanë në fokus çështjet e sigurisë rajonale e stabilitetit gjeopolitik vinë pas një raundi të gjatë negociatash që zgjati 21 orë, por që nuk arriti të prodhojë një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit për uljen e konfliktit në rajon. Irani kërkon dëmshpërblimin të luftës mbi kontrollin e ngushticës së Hormuzit, si dhe kërkesa kryesore për arritjen e një marrëveshje përfundimtare, ka deklaruar zëvendës presidenti i parë Reza Aref. Sipas tij, gjatë bisedimeve të zhvilluara në Islamabad, të cilat përfunduan pa marrëveshje, Teherani ka kërkuar njojën nga Shtetet e Bashkuara të autoritetit iranian mbi tranzitin në këtë korridor jetik detar. Aref theksoi se sigurimi i autoritetit në ngushticën e Hormuzit dhe ndjekja e dëmshpërblimeve për dëmet e shkaktuara nga sulmet amerikane dhe izraelite janë sipas tij të drejtat e popullit iranian. Në një reagim në rrjetet sociale, ai shtoi se këto kërkesa përfaqësojnë një angazhim të palëkundur për forcimin e Iranit, ndërkohë zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance është larguar nga Islamabadi sipas të njëjtave burime.